Prej 4 ditësh, terminali i autobusave të linjës interurbane dhe të fshatrave në Buqis është nën pushtetin e ujit. I gjithë terminali është përmbytur ku lartësia e ujit shkon deri në 40 cm. Pashtu përmbytur vijon të jetë edhe rruga që lidh dy lagjet e qytetit. Shumë automjete janë bllokuar nga uji i cili qëndron aty prej të paktën 4 ditësh, ndërsa drejtuesit e mjeteve mundohen të largohen njëri tjetrin. Situata vështirë mbetet edhe për këmbësorët, të cilët e kanë të pamundur të lëvizin në trotuare nga prania e madhe e ujit. Nivel të lartë të ujit të ngurmbulluar në këtë zonë nuk i kanë shpëtuar as bizneset që ndodhen përreth. Për drejtuesit e mjetave, kjo nuk është hera e parë që kjo zonë përmbytet, pasi një situatë e tillë përsëritet sa herë ka rreshë shirash. Ata shprehen se Bashkia e Buqis nuk e ka zgjidhur si problematik, megjithëse është kërkuar disa herë, jo vetëm nga ana e tyre, por edhe qytetarët që lëvizin në këmbë, nga njëra lagje e në qytetin tjetër. Ka 4 ditë zotni si rënë nxjerr makina ashtu në ujë. A bo puna, ha? Po çat bëj, unë di nxjerr, çat bëj. Asimas. Ja erdhën nxjerr fiksja, u mënun, makina s'kam mësuar asgjë. Kemi problem, po gjithmonë ka problem me ku bjerë shinat. S'kemi ka të kalem, ordi. Po për zotin se di me thonë drejtën, ata du t'i marrin masat, i din vetë masat që duhet me ba. Ku t'kemi sheshë që shef një vetë? Edhe rruga e varrezave të qytetit të Buqisës është në pushtetin e ujit i cili grumbullohet nga qafa e Buallit dhe përfundon mbi rrugën të cilën e përdorin gjithë qytetarët e Buqisës.